A mundesh me tregu në cilën moshë ke fillu përdorimin e substancave narkotike, me çka ke fillu, çka të ka shtyr? Kom fillu në moshën 18 vjeçare, kurioziteti me këshyr, s'pare lagmis me kokain, edhe veç me kokain deri sot, që kom ndalu qëtasht. Kush ta dha, kush ta ofroi, çush e dite që ku mundesh me gjetë, Shoshnia. Jo mosha jem, po mosha me e madhe. Provoje, ma di kur gjë nuk bën, edhe nuk vrejesh, edhe kisha qef të na me provu me këshyr shka qysh tek. Trega me rastin e parë kërë të provu, që shukon ndjesia? Ndjesia, adrenalin, vullnet, frikë mos kisha e qtut, edhe që të mos se kom ndalu. Ka pëlqy, ja një si mu pëlqy edhe ma e kom vazhdu me pi. A u kon zër me gjetë? Jo. Nuk u kon? Ja, zërë jo. Qysh janë tilshe me pare për me ble? Po, fillim atëre, i rajsha shpisje, po shkoj qëtoj, a nena po dalë, ka me ble qëto, jo po shkoj me një kurs, jo po mbim pare për në libër, në diçka. Ti jetë ishë në Prishtinë, po? Jo, në Gilan. Gjatë kësaj kohë të fillimeve, a u kon në ndjesi që këta ka marrë frikë pse hina, të rrina? Jo. Heq. E kom vazhdu kështu rregullisht. Rregullisht e kom vazhdu, kom pi. A kishe kriza? Kriza jo s'kom pas, se kisha financim, edhe s'm ka mungu. A ke qenë tani ti ai lidhire me i marrë dhe tjerë shok me përdor? Jo, këto ja kom bo, kërkon me se pofsha. A s'kom qef kërkon me po. 8 vjetë ke përdor, Po. Vetëm këtë lloj të drogës. Gjatë këtyre 8 vjetëve, kur u kon ai moment që ka orë kesh prej vetës, qysh po të shkanita? Kur abuzojsha të pi. Për shembull? Për shembull, i pesha 20 gram, 5 në qutë në isha po gjumë. Edhe mu godet ka edhe vetja, jeta, i besha pishmon të na. Ta na si besha përshesha që isha apet e vazhdojsha. Tregona pak ndjenjën për neve që se tina, qysh ndohë kjo që s'flen 5 natë, Po s'len në efekti kokainës nuk le vetë me flajt. Adin, s'munësh me flajt. A ushqesh? Jo. Nuk flen. Nuk flen, nuk ushqesh, veç me pi. A ka qenë vetëm ajo kohë kur nuk e flaj nuk jo nga këtë përdorë dhe alkoholës? Ja, alkohol jo, veç kokain kom përdorën, edhe s'kom flajt, ne isha bësha nej 5 net, po gjomë 6 dit, 3 net, 2 net, adin. Në mujt i beke me flajtën një java, kom flajt total për një muj ajo. A provojshë me flaj? Po, provojsha pos. A tallojshë të shpis diçka? Njerë shpis nuk e kanë ditë në fillim deri vjetë. Vjetë e kanë morë vesh shpis. 7 vjetë se kanë ditë? Jo. Kur gjo s'kanë dyshu? Heq. As t'kanë pyet në herë për si Jo. A ke pas të sjelljen krejt korrekt, a e ke ndryshu sjelljen tonë diçka? Sjelljen e kom ndryshu që tash mos e kam marrë vesh. Për mirë a për keq? E kom ndryshu për keq. Pse? Se ma herët u rujshën, adin mos ta morin anë, ta na lëshova në larkë tash. Mas i pedin, i kallëzojsha qështu besha probleme. Qysh e morën vesh? E morën veshën përmes testit të analizave mi bu, se njerëzit ja pëpen. Edhe... Ti bramove me bu analizat? Po. A e dishe çka ke? Po, e desha që ka me doli rezultati, po thash ndosht. Edhe thësha, një muaj mbili diçka, disha dhe vetër në më tërhek. Qysh u përballë qatë momentin e parë kur ata prindet Po. E morën vesh, qatë thanë, që i the? Qësoj e thash, e pi që 8 vjetë vëm, thash pi 26 gusht 2018, tha dhe dotën për manë men, thash për moj men dotën, edhe nuk po di me piskot në cënë kështu, jo vështë dush më bu burë, tha me lonë. Se cigarët tha mu kondu pisën e le me një rënë. Tha po këshër më në
gjithçysh me dolla din me lon. Edhe të insistu këshyra nej, këshyr kënej, deri sa i rrë të në spital. Tash në ashta është pyetje që ja vëmë dhe vetës, po qaj momenti kur je përballë me prindët to, a i ndikeq? Po, shumë. Qa përjetove? Shumë me... E këshysh atë atë qënimin tjetër, shumë këshyrin, ma di nuk më këshyrin si... Shumë konë ma erët, po ta shumë këshyrin me një fazë tjetër. A ju të kërku falja? Po, falja e këmë kërku. Qa ju the, a ju premtove diçka? I kom premtu që ka me lonë. Edhe a ke nisë me njerë, sa e morën vesh ata me provu me lonë? Me njëra një jo, po mas një kohë po. Një provove me lonë? Po provova me lonë, po... Sa kohë nuk e përdore? Nuk e kom përdorën një 2-3 javë. Pastaj qysh vendose me ripërdorë? Ta na disën resha. Nuk më isha me nejt, pa të. Do isha me gjithë në zgjivje, këshërsha, ullum të isha. Të isha shpis me këshyrë, ta na deri so prindje gjatë spitalin të ku jam. Po. Para se me kalu bisedat e spitalit, ku du më nalë edhe të një pjesë që shumë rëndësishme. Atë ka bo probleme në jetë përdorimi i substancave, atë ka bo agresiv, atë ka pos momente konflikte me njerëz, për pare, për krizat e tua, të mungesës mallit. Kreti ka zënë diçka. Kom për parët për shambu deshke me lypgjemve, me i veresi, me morë borgje, mirë rajten, shpis mirë rajten, me bu potirë të shpia. Edhe veç me siguru porën për me dollë me blej. A ke rriziku jetën tane për me pas substanca narkotike? Her. Qka ke boti diçka që ke s'ke menu për jetën eq veç për me përdor drogën? Po, për shambu në njësë që dikon, rreziko isha për me bo shka mos, veç për me fitu, për me bo drogën. Policia nuk ka ndonë kur? Ja, po. Ka ndonë? Po. Qysh? Më kanë zonën në nalën policia, e gjatën nga, e kujnë anë të shë jemi. Edhe një rasti, dy rasti kom. Para se me kuptu prenda, po? Po, jo mas e kam kuptu. A mas e kam kuptu? Edhe rasti dytën të këshyrmi i policisë që tashtë isha me një shok, bënëm aksident në zonën. Ti e ke posë edhe një aksident shumë fatal mas përdorimit të substancave. A më tregon pak, ke gjenë vetë makinë? Po, jo më kom vetë isha të abuzu me kokainë, shumë abuzova, nejta një 3-4 net për gjëmë. A më jashtë mos e këmë abuzu edhe i Prishtinës unë njësa në Gilan. Rrugës u gladin menja jamën, thash t'ja fus një vi. Ta pije ku mullë kryt 187 në më konë. Të vëzit? Po. Edhe kjerë i mini në rrugë. Edhe kum nejta në një muj koma, pas një muj u qova. Më panë tëllë, që e kum pasën, e po shapet kokainën që e kësha pasë. A me pi, a mës me pi, thash pe pi. Edhe apet vazhdova me pitëna. Më panë tëllë që e konë spital? Dhe me honë, jo, si ke pas pese, ke që muj në komë. Po. Kur e zhu prej komës, a të kujtoj ke qysh, shka në gjallë? Ja, kur qesh. Qa të thëshin mjerë prejnë? S'm ka dollë kur gjatë se kum hup shumë gjak. Edhe njerë të që adim se kanë morë vesh, po jo. Nuk ka dollë që e kanë ndikim të substanca narkotike. Po me njerë si e more vetën, e ke mas komës ke nejtë halan spitalin? 2 ditë veç. Edhe 2 ditë. Gjatë 2 ditë, je konë haloj pastër. Po. Si e dollë për spitalin? Ja këm njës me përdor. A ju kalzove brendërve? Jo. A të shumë prapë ata diçka? Jo. Ta veç me nëshin pse zajt, adin. Pesh, zajt, së një kalzojsha deri se e mërëm vesh. Ka i ka qaj aksidenti fundit, a nuk ke një shaj për ty me thonë? Ke shajën, ju menu, a me lonë, a mës me lonë, unë kam full edhe do shokët me. Ma mëse përdor, ma po instikti vetë edhe. Unë tërheke me pi, e për qëta. Ok, tash ke vendos me ushëru. Është i raport që ke vendos 100% me hek dorë prej
drogës. Po. Çu shedhe të shkëvetim, qatë stimulaj, qatë shtyju, qatë Po. shaj. Mas këtë aty në sanëv që e këm boje, thash, mas pari për veti, thash, ta bëj, një të mirë edhe për prentime. Ti knosh që thash njëre, t'ja vejkja të mlefin, mos menojnë ta njetën që, Që këtë shtyju? po. Tash, është i raport që po vendosë kështu komplet Po. me u pastru. Sa ditë je këtu në spital? Këtu jamën që 2 javë, Që 2 javë, Po. je i pastër që 2 javë. po, Nuk ke përdorur kur që. jo, Që shponihesh? mirë, super. Po më ndihmojnë mbarnat, infuzionat, Qa po menan të kësaj koha sa jetë? po foli me psikologun, gjona pozitive, larg droga, s'po përmenu droga heq. Po ballafaqo me atë që kur dal jashtë, qysh ka mu ndiku. Se apet të qaj rrath ka me shkue, po më nomi e dy qysh me bo një zgjidhje, që mos me pos kontakt. A i pishman? Po. Për çka je ma shumë pishman? Pishmon jam veç që për prind që i kum rëndu mas shumëti, për këtë jam pishmon mas shumëti. Çka ju kështë thonë të këtë prindve që po të ndjekin e po të ndëgjohen këtë rrëfim ka sinqerë tonë? Prindve i kisha thonën është mundësia për mja dalë. Si të cilë person mund mja dalë. Veç me pas vetë vesë. Kanë rëllë edhe prind për me vendosë, se prind që sa po e kanë marrë vesh që ti je me substancat, kanë ndimu goxha për marrë dhe Po. të ndimi me mshëru. Po. Qysh mund për një personit, një fëmijës që është duke përdorur drogën? Mi i ndihmojnë veç presion mos me vonë shumë. Ose me marrë me një rend me... Do të keqit ka dalë, se cigare më konë së në lenë, qaj rusit të e ke po. Nuk mund me nej pa pik. Amo të nga dërsu e rallon, edhe në fund e lekre. Çka ju kështë thonë t'jenë edhe vajzave të reja që janë duke e përdorur? I kisha thonën mos me përdorë mos se s'ko t'arme. T'arme nuk ka. Që të për që të është knatësia, momenti, është një vjet, një muj, ama mes disa kohë mos s'ka. E shë vetën që jetë kur kun heq. Mas disa mujve s'ka më knatësia? Ja, jo, Tani është vetëm varësi. veç vërsi. Qysh e ke gjetë vetën të rezonanca? Të rezonanca e kom gjetë vetën shumë mirë, më ka ndihmu. Ekstrem shumë. Çka bën e 24 orë? Se këtu rene Po, këtu marrë me infuzione, rrina, këshymi kene ma, televizor, kena pishinën, bazenin, ndonjë eksperienca me Po. tjertë? po, folmi laf, bojna lojna. Përveç gjatë kohës këtyre 8 vetëve, atë ka bo droga, me bo edhe veprime tjera të ka bushme, për shembull lojat fati. Po, shumë këm lujtë edhe në lojat fatit. Këm lujtë lojat fatit, këm hip borgjë. Po, mas e mërëm veç shpisë, më kanë ndihmu. Mi kanë lagë borgjët, veç më drejtuani. Edhe këm dosë më drejtu. A e kishe vetë dijen që përveç drogës që ka qenë nga vimi madhë, lojat e fatit, po ashtë nuk thënë më shpet. Kur isha në subsonte nuk ma nika, dhe kështu. Nuk isha, A ke hub shumë bale? poj, kum hub. Kum hub. Kjo është varësi tjetër, edhe lojat e fatit. Se besoj që është edhe 3 tjerë që e praktikohen. Qa ju kështë thanë ti, qysh mu largu për këtyne lojrave? Se ka edhe asë që lunë, po s'kanë drogës përdorin. Këto nuk e di. Këto në për veti po foli. Kur përdori kokaina pëdër, direkt më shumë menja me lujt. Me i katë psiqika. Se qëtë në fellë me menu. A ke lujt ma? Jo, më nuk më lujt. A i të punu me vetën që edhe për delë për tushit, mos më provoku për këtyne? Jam të punu në maksimum. Cila u ma zërë tash për ty? Me lanë drogën, apo me u largu për i lojrave të fatit? Drogën me lanë. Drogën. Qka i ke premtu në mamit edhe babit? Që kur dalë për këtujt ka mu konë në i djallit që më konë
Në fillim, A menon që t'ka hup 8 vite të jetës? po, A ki me rinis? Studimet? krejt një ka hup. A dënë me fillu? E i gatshëm? Besoj që po. Besan që po. Për veti apo për prindrit? Po, mas pari për vetit, tana për prindrit. Okej, unë e di që të emision e këshyrin moshat ndryshme dhe dikush po me thonë bravo që në ke motivut verzione ndryshme. A ki me qena i shembull edhe shoqërinë tonë kur derzet e mia dhe shumë njerëz që janë ende të zhytur në Po. rrugë, që ki me mundu me i ndihmu me dalë prej këtyre rrugëve? Po, kom. Unë edhe që na konsumus vetë, i formi njën tjetërit, nuk bon me pi, nuk bon na vetë e pi na vëdin, Po. jenë ato pi, nuk bon ama. Ta është Ki me mundu me i folë. më e folë alo ma shumë. Cila në pjesa ma e vështirë e një personi për me hejtur prej drogës? Vetë besime, veç a ki besim, a dhe më vetë, se si ta kish besimin që lënë, se kitë lidhët me psiqik. Si të kish, si të menojsh në stop të droga, i të shkojnë me në veç atë. A keni mesazh për kreqet dritë dhe të reja? Kisha lutën krejt, të rejat kush është konsumusën, më shtru në spital, më këshyrë më largu në i qysh, mi bo vetit, hajrë, shambull, se këtë mund mja dalë. Po, kush e interesum, kush dëshiron më largu pi drogave, është rezonanca 3, spitali varësive, këto mund me gjetën shërimin, Sigur të e qekë? po sione. Po. Okej, faleminderit shumë. Heq më stanim, faleminderit juve.